hapur mbi këtë rezultat, LDK-ja dhe kryesia e LDK-s e vlerëson rezultatin lokal si sukses të madh të LDK-s, 7 komuna të fituara për Fshirë dhe Prishtinën, 183.000 vota për asamble, 209 kandidat të zgjedhur të LDK-s në asamble, janë storia e suksesit të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Në çështje tjera që hapëm diskutimin për përgatitjet e zgjedhjeve nacionale, siç e dini jemi parti e madhe me organizim të madh në Kosovë dhe në Mërgat, folëm për organizimin e degëve, të nëndegëve, për listën e kandidatëve për deputet dhe folëm për çështjet e bashkëpunimeve me aktorë të ndryshëm politik në vend. Te çështja e kandidatit të LDK-s për kryeministër, ndonse e hapa diskutimin, nuk zgjati shumë, ishte diskutim i shkurt. Kryesia e LDK-s e konsideron se përderisa ka kryetar partie, nuk ka nevojë të ketë kandidat tjetër për kryeministër, prandaj më nominoj si propozim për këshillin e përgjithshëm që të jem kandidat për kryeministër nga radhët e LDK-s. Në këtë pikë unë mora autorizimet që më takojnë dhe si kryetar, por i konfirmova këto autorizime që të përpiroj listën, hoqa dorë nga drejta ime për të bërë renditjen e listës, pra kur të bëhet renditja, ta keni qartë se do të jetë një grup më i madh i njerëzve që bën renditje në mënyrë që mos ketë pakënaqësi se kush u përpara, kush më mbrapa. Dhe diskutuam dhe për çështje tjera sa për këtë bashkëpunimeve me aktorë të ndryshëm politik. Fjalën e kam edhe për prurjet e rera brenda LDK-s, por edhe për fshirjen brenda listës së LDK-s të aktorëve të tjerë. Themi se LDK-ja ka vendosur sot në kryesi që në këtë garë do të garojë vetme, pra vetëm si LDK, por që brenda listës së LDK-s do të zhvilloj diskutime me potencialisht individ, aktor, besa dhe parti politike që mund të jenë pjesë e listës së LDK-s. Pra, gjitha diskutime që kemi pasur deri më tani në këtë vendim të kryesisë kanë hapur rrugë që të përfshihen në një listë të madhe përbashkuese të LDK-s në këtë garë nacionale, dhe besoj që ky momentum i mirë i lidhjes son duhet shërbej për afrim të tjerëve në një listë të përbashkët. Prandaj nga mbledhja e kryesisë, unë si kandidat për kryeministër, i nominuar nga kryesia e LDK-s, shtroj ftesën e përbashkimit për gjitha partitë e tjera që duan dhe do të garojnë brenda listës së Lidhjes Demokratike të Kosovës. Ky është një momentum i ri politik, i cili hap dyert parafruesit të LDK-s, e vendos LDK në një pozicion më të përtejm prej bazës së vet. Strukturat tona partijake e kanë të qartë se me dëshirë ne jemi parafrues, kemi rol shtetar shumë të madh, prandaj do të punojmë këtë drejtim për fshim sa më tepër aktorë në këtë listë, përfshirë dhe jashtë politikës aktuale në Kosovë. Jam i gatshëm për pyetjet e juaja. Keni preferenca ka pas ndonjë ofertë zyrtare ka shumë në parti politike dhe apo bëhet fjalë për listën, kanë dashuri nisma që të përfshihet pra shkrihet në listën e LDK-ja do të kujdeset që një pjesë të listës së vet ta hap për partitë të tjera, përfshirë dhe zotin Limaj me deputetët e vet. Për këtë çështje do zhvillojmë bisedime në ditën e vijim, por le të themi se kemi gatishmëri. Siç kemi gatishmëri dhe për partitë të tjera, Demokratianët, Partinë e Drejtësisë, Aleancën e zotit Pacolli, i cili mos është aktiv në detyrë, por që me cilin kemi pas bashkëpunim të mirë. Pra, ne jemi të hapur dhe për parti, por dhe për individ. Por edhe individ që dojnë të garojnë në listën e LDK-s, duke ngritur LDK-n, ta ngrisin një alternativë kundrejt populizmit me të cilin po përballemi gjithë. Besoj që ky është moment historik i mirë për LDK-n, siç e keni parë momentumi i mirë politik i Juni konfirmohet se të gjithë e shohin LDK-n si partner, të gjithë e shohin LDK-n tani edhe si platformë me cilën duhet të shtrojnë idetë e tyre. Prandaj jemi të lumtur dhe na takon si përgjithësi ta shtrojmë këtë bashkëpunim në këto nivele. Por për këto informacione do të njoftoheni në ditën e vijim, por kryesia e LDK-s ka votuar në këtë drejtim që t'i hapim diskutimet për të siguruar vende brenda listës së LDK-s, brenda shkronjave edhe sigles së Lidhjes Demokratike të Kosovës, sepse koha për koalicione ka kaluar dhe LDK nuk preferon koalicione të tilla, por është e gatshme të ndërtojë partneritete për një sfidë përbashkët që kemi tani.
le të punojmë që mos të ketë rezultat të njëjtë i cili më pas dërgon në blokad. Por tani ju po shihni që po përballemi me një regjim jo demokratik, i cili qëndron në zyrën e shtetit pa legjitimitet qytetar, i cili është gjendje të bllokojë qytete, përfshirë dhe kryeqytetin siç e ka bllokuar sot, i cili është në gjendje mos të respektojë asnjë vendim gjykatave, as kushtetuese, as supreme, i cili mendjen e ka në blokad, bllokim e sabotim, për rrethana të tilla bësh gjithë këtë përpjekje, në fund të legjitimosh një gjë të tillë kish më qenë gabim i pafalshëm. LDK është alternativë e populizmit së tanishëm. Duhet ta përballojmë me plot guxim, pa frikë për atë çfarë përfaqësojmë, të rënojmë narracionet populiste të ulta të akuzave të tradhtarëve, patriotëve e kështu me radhë, sepse para vetës kemi fatin e Republikës, para vetës kemi fatin e gjeneratave tona, para vetës kemi fatin e familjeve kosovare dhe kemi shumë punë për të bërë për të larguar veten nga zymësia tanishme që kemi. Ne do të ndjekim një rezultat sa më të mirë për LDK, në mënyrë që LDK të jetë udhëheqësi i qeverisë së ardhshme të Republikës Kosovës. Partneritetet duhet të shërbejnë në këtë qëllim. Pra kush e përqafon programin ton politik, po para përqafimit të programit politik, na duhet vota qytetarëve të Kosovës. Në demokraci ne respektojmë vendimin e qytetarëve të Kosovës.